Antari I kryesisë së listës serbe dhe kandidati për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut Mila Radojević tha se zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë janë jashtëzakonisht të rëndësishme për serbët në 4 komunat në veri të cilët, siç theksoi ai, presin shlerimin e atyre komunave, fundin e terrorit të Albin Kurtit dhe mundësinë të një jete normale. Radojević tha se kandidatët e listës serbe për këshilltar dhe kryetar komunash janë në shtypjet e vazhdueshme nga prokuroria dhe organet tjera gjyqësore të institucioneve të Prishtinës. Ajo që është e sigurt është se qytetarët presin lirinë e komunat e tyre, tha Radojević për Radio Televizionin e Serbisë. Turbimet parazgjedhore të listës serbe ku prezantuan kandidatët për kryetar komuna dhe këshilltar u mbajtën brenda në disa vende anëmban Kosovës në konventen parazgjedhore në shtëpinë e kulturës në Shoçanicë. Kryetari I listës serbe Zlatan Elek theksoi se është I sigurt se vendasit e dinë që për këtë do të votojnë me 12 tetor, ndërsa kandidati për kryetar të Leposaviçit Zoran Todić tha se lista serbe do të bëjë gjithçka për t'ju rikthyer dinjitetin të gjithë qytetarëve. Në një turbim në shtëpinë e kulturës në Ranilu, kandidatja për kryetar të komunës Tanja Antić tha se zgjedhjet e ardhshme lokale ata duhet të kthejnë atë që është vjedhur. Në një turbim në shtëpinë e kulturës Feti Sava në Shtrpës, kandidati për kryetar komune Ivica Tanasijević tha se vetëm lista serbe mund të garantojë mbijetesën e popullit serb në Kosovë. Masat e përkohshme të gjykatës kushtetuese të Kosovës, me të cilën deputetëve u ndalohet çdo veprim dhe aktivitet për formimin e qeverisë së re të Kosovës, skadon nesër. Gjykata miratoi këtë mas pas ankesës së listës serbe, sepse kryetari I parlamentit Dimal Basha vendosi të votojë veçmas për nënkryetarin nga komuniteti serb dhe atë që të përfaqëson pakicë të tjera. Pastaj shmangu zgjedhjen e kandidatit të listës serbe Slavko Simić si nënkryetar nga komuniteti serb dhe me pas shpalli të konstituar Kuvendin e Kosovës, edhe pse mungon një nënkryetar I 5. Marko Milenković nga iniciativa e re shoqërore vlerësoi se lëvizja vetëvendosje është e vetëdijshme se opozita mund të formojë një qeveri të re dhe për këtë arsye po vënon procesin e konstituimit të Kuvendit dhe se koalicioni opozitar do të kishte nevojë për mbështetjen e komuniteteve të tjera në Kosovë. Miloš Pavković nga Qendra për Politikën Europiane thotë se mundësia formimit të një qeverie të shpëtimit kombëtar të opozitës është kërkuar që nga shkurti, por është gjithashtu e vështirë të pritet që partitë shqiptare ta ftojnë listën serbe në të. Profesori Mazlum Baraliu beson se një qeveri e unitetit kombëtar në të cilën do të gjindeshin të gjitha partitë parlamentare do të ishte një zgjidhje më e mirë për Kosovën, por se kjo nuk do të ndodhë sepse lëvizja vetëvendosje nuk ka votat e mjaftueshme dhe opozita nuk është në gjendje të bashkohet. Drejtori I Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu theksoi se kryeministi I Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti në deklaratën e atij akuzoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës se po veprojnë kundër sundimit të ligjit në veri të Kosovës dhe po kërkon marrëveshje politike me Serbinë dhe Rusinë. Kryeziu theksoi se këto deklarata nuk kontribuojnë në forcimin e Kosovës as në interesin kombëtar, por vetëm një llogaritje e ngushtë e një udhëheqësi që I shkel konfliktet si brenda ashtu dhe jashtë Kosovës si një mundësi zgjedhore. Për më tepër, sipas fjalëve të tij, një qasje e tillë përfaqëson një shkelje të drejtë për drejtë të marrëdhënieve strategjike me Amerikën dhe është një sulm thelbësor ndaj integritetit të Kosovës. Analisti Adri Nurellari thotë se arritja më e madhe e qeverisë së Albin Kurtit është ai arriti të dëbojë 13% të popullsisë, të cilën tani kanë dokumente të rregulla
për qëndrimin e vendet e Bashkimit Evropian. Ai deklaroi se sipas sulmtimit të Eurostatit, vetëm në 5 vjet të mandatit të Kurtit, 210.000 qytetar kosovar morën leje qëndrimi në Bashkimin Evropian, nga të cilët më shumë se 38.000 u dhanë leje qëndrimi vetëm vitin e fundit, që siç thot ai është ekuivalent në një malishev ose servis, dhe shtoi se këto shifra nuk përfshin ata që shkuan në Britani, Amerikë dhe vende tjera si dhe azilkërkuesit ose migrantët e paligjshëm. Moti nesër do të jetë me vranësira mesatare dhe me intervale me diell, dhe vranësira dhe erë të dopt mesatare nga veriu dhe verilindja. Moti ngjajshëm të mërkurën, ndërsa nga ejtja do të vi një ftohje më e madhe me reshje të shumta. Temperatura mëngjesit nesër do të sillet nga 6 deri në 12, kurse ajo maksimale ditore nga 16 deri në 20 gradë Celsius.